është gjë mjaft pozitive, po fakti e tregoj vetë se në ekonomi tregu do më dhënë ushqitën. Pra, ushqit jo vetëm vlera ushqimeve, por fitoj dhe një vlerë marketingu festivali, një farë detyrimi për të vazhduar në vite, por edhe një emër të mirë për ushqimin shqiptar, por nesër që lokalet të tyre, si që ka në New York me që ka qëlluaj, do më thënë të dalin me emra shqiptar, mu më shqetson fakti që shqiptar gatuajnë mirë, madje këtu në Michigan, një pjesë mirë e restoranteve janë të tipit fast food, Coney Island, janë të menaxhuara, të drejtuara nga shqiptarët, por na duhet edhe emri i mirë i produkteve tona. Dikush duhet të thyet me gjithmonë, se është vërtet e çuditshme, domethënë. Edhe aty unë kam shokët e mi që me rritur bashkë për shumë në Philadelphia që kanë vetëm do më thënë është quhet kuzhinë italiane, kuptohet, edhe shefi shqiptar, pronari shqiptar, everybody, gjithë aty që punojnë shqiptar, vetëm që bëjnë, sepse është ajo, do më thënë ajo frika që, hej, është ajo kuzhina shqiptare dhe nuk e njohin. është biznesi. Po dhe i kam thënë të tre, do më thënë, duhet ta thyj akulli njëri, do të thotë, kuzhinë shqiptare, si që theti që është që ka më e qelluar. Në qoftë se më jep për rasti, do më thënë këtë, unë desha të base take advantage, si thonë shqip, që të bëjnë një farë reklame për vitin tjetër. Unë e kemi menduar do ta bëjmë të paktën 3 ditë të panajirin. Se unë dhe veten time në këtë pozicion, qoftë se këtu në qytet ku jemi këtu në Detroit, apo në periferi ku jeni, dhe në qoftë se ju bëni diçka të tillë, unë e marr familjen, vi nga Philadelphia, vi këtu që se kjo është si dasëm, do të thonë ne shqiptarët kemi qefa henge të bëjë. Edhe vitin tjetër do bëhet, dhe zakonisht e kemi menduar që do bëhet në fillim të shtatorit. Do më nënë datën kur bëheshin dasma. Bravo. Edhe ajo është një dasëm pa ftesë, hajde të vinë aty të gjithë nga çdo vend. Hotelet janë shumë mira, zona ku jemi, Northeast Philadelphia është një zonë mirë, ëmbël e bukur, plus që do më nënë edhe do jeti diçka, do më thënë, që unë, sinqerisht, nëse bësh në New York, apo në Connecticut, apo unë do merrja familjen do shkoj, edhe kështu uroj, do më thënë që të vinë nga gjithë anët e Amerikës, kush mundet, kuptohet, edhe nga Florida, apo nga Texas, apo nga California, për atë ditën që do bëhet vitin tjetër. Edhe do ngelen shumë të kënaqur, patjetër. Duke shtuar diçka patëm nga disa shtete, jo në mas të madhe, duke shtuar diçka të që po thoshte Arti, pati nga New Jersey, se imi konqin, po pati nga Washington, Maryland edhe nga New York. Po, pati, jo në mas të madhe, sigurisht, se ishte ere parë. Ishte era parë. Se vini na prezantoshin, takoshim edhe, shpreshin të kënaqur. I tham disa të mirat, unë do desha diçka për vështirësitë, në përgjithsisht në punën tuaj. Unë do të thosha, edhe sigurisht dhe Samiu dhe Artani mund të thonë mendimin e vetë, më pëlqen të përdor një shprehje popullore. Mos e merrni për mburrje, po gjithmonë, siç thash, fëmijët kanë lidhur këtu, edhe përdor shprehje popullore. Ju shqipe shumë e pasur, ju e dini shumë mirë. Dhe në këtë rast do thosha që mos i bëjmë petullat me ujë, asgjë nuk është e lehtë. Jemi me fat, jetojmë në një vend që mundësitë janë të mëdha. Komuniteti shqiptar në Philadelphia do thosha është relativisht i ri, si shumica e komunitetit diasporës amerikane. Se shqiptarët para viteve 90 kanë qenë të pak, ju e dini Rafael. Por, gjë e mirë, shqiptarët kudo që vënë, duan të ecin, duan të përparojnë, duan të punojnë. Edhe, kur arrin një fazë në një stazë caktuar ekonomik, kthejnë dhe pasaj, ndalon për një moment, merë frymthellë, kthejnë kokën mbrapa, mas të bëjë dhe unë diçka për komunitetin. E letë nuk është. Nuk është as për ne, që drejtues shoqatës, as për ata të parët që e filluan, pak nga pak shoqata u rrit. Nuk kam këtu as pak, nuk e shkoj në mend anën financiare që nuk paguhemi, s'ka të bëj fare. Ne të gjithë aty jemi në mënyrë absolute vullnetar. Shoqata jonë, si shumë të tjera, ne jemi regjistruar në shtetin tonë, si under Chapter 503 Charitable, non-profit, nuk marrim fare deri tani fonde nga shteti. Kemi patur ndihmën e pushtetit lokal apo dhe në nivelin shtetëror. Në shumë urdhë. Më falë se do të desha ta evidentoja këtë fakt, që
duhet shqiptarët, kemi edhe semin këtu avokat, të gjejmë se brenda shtetit Amerikan, shtetit ku jetoni, ka mundësira teknike, juridike për të marrë ndihma shteti Amerikan do të ruaj, është ndryshe nga shtetet e tjera, një pjesë e mirë shteteve në Evropë ku synojnë të integrojnë të gjithë, por Amerika të krijon mundësinë të ruash identitetin tënd. Është që mjaft pozitive, por në këtë mes unë di që ka mundësi për të subvencionuar shoqata, shteti në fjalë apo në kuadër federal, shoqata, madje edhe media. Duhet kërkojmë. Do thosha diçka dhe Semi mund ta marrë pastaj. Shiko, ka kanale, mbase duhen gjetur këto kanale. Edhe këto 2-3 vjet dhe pse ishim shumë të zënë me rinovimin e godinës, jemi munduar disa herë. Duhet të gjesh kategoritë që të jesh, nëse ti bën pjesë në atë kategori dhe mund të marrësh diçka, mundësit. Po deri tani nga ana financiare nuk e kemi. Ne kemi çdo gjë të shoqata, shpenzimet mbulohen, mbarvajtja e shoqatës çdo gjë me kuotën e antarësisë dhe me donacionet. Ashtu siç u bë godina, ashtu të njëjtën kohë ne patëm një përgjigje shumë të mirë, një interesim shumë të madh me sponsorisë, që sponsorizuan Albania Food Fest edhe pse ishte, por shumë treguan interes. Me thënë, u mbuluan komplet shpenzimet e aktivitetit dhe ngelen për shoqatën. Dhe kur thot populli që pik, po bëhet edhe antarësia shumë e rëndësishme. Sepse edhe pse është pak, po ajo ndihmon ka rëndësinë e vet. Ekziston në Shtetet e Bashkuara problemi donacionit, i kompanitë të ndryshme mund të zpresin ato nga taksat e tyre, që të krijon mundësi ti si individ të japësh donacionet e tua për të zhvilluar në një drejtim caktuar që pëlqen ti, jo në urdhra dy çoj parat këtu apo aty. Vazhdo. Me qenë se jemi të fondacionet, patjetër që shtetet kanë buxhet të posaçëm për disa kompani ose disa organizata jo fitimprurëse, por mos harrojmë që këto janë të limituara dhe duhet që të kalosh disa procedura rigoroze për të marrë këto ndihma dhe duhet të shikojmë dhe ku kemi qenë. Neve, kur kemi ardhur në Amerikë, më shumë nuk e dinë se ku ishte Shqipëria. Njerëzit komunikonim, ashtu nuk e kishin idenë fare, ishte shumë e rrallë që ta dinin se ishte në Evropë në atë parë. Tashti kemi 25 vjetë që kemi ardhur në Filadelfia dhe njerëzit janë shumë herë më të sensibilizuar dhe më të njohur se ku është Shqipëria. Kjo është fal punës së organizatës, komunitetit gjithve, por kemi filluar nga zero. Kemi arritur aty ku dhe shumë kongresmen, senator dhe qeveritar lokal vinë shpesh në për festat apo në për eventet që bëjmë neve aty. Dhe patjetër që jemi në hapin tjetër i cili është si mund të gjejmë këto fondet për të ndihmuar shoqatën. Patjetër që po i shikojmë ato ligjërisht dhe da kanë premtuar ose na kanë thënë që kemi shpresa për vitet e ardhshme që mund t'i gjejmë ato anët se si mund të merret ca fonde për shoqatë. Unë do të shtoja diçka të vogël, domethënë, me thënë drejtën, në pozicionin që jemi tani për shembull, ne kemi bërë siç thamë, më çdo gjë me foundation. Domethënë, gjithë fshati ka ndihmuar, si i thon, si bi fjala. Kemi kaluar më të vështirën që blem ndërtesën, e rregulluam dhe tani jemi, domethënë, pothuash jemi një çik më të qetësuar. Por është shtëpi e madhe, është ndërtesë e madhe, është komuniteti i madh, paguan mësueset, nëse më lejohet mund të flas me ca numra që ta besojnë të gjithë që do jetë diçka, domethënë, shumë vërtet domethënë që punohet për komunitetin. Siç folëm, domethënë ne nuk marrim biles, jo vetëm unë, po të gjithë, domethënë kemi harxuar shumë kohë dhe shumë fonde,
por si që tam, do më thënë, është një shtëpi e re që duhet siguracione, drita, do më thënë, gjërat minimale duhen paguar, dhe po s'pade, do më thënë, ato do më thënë, po s'pagove drita, s'ke drita. Nga ana tjetër, për shumë, të flasim sinqerisht, do më thënë, ne kemi, do më thënë, për antarët, është se besoj, do më thënë, në një që na dëgjon, do t'i lindi pyetja, po mirë, ju lekët, gjitha ato, jo lekët, do më thënë, se lekët nuk paguajmë, po dollaret, ku i çonit, ç'a bëhet, ku harxhohet. Do më thënë, aty ne kemi 3 mësuese, 5 mësuese, më fal, që marrin punojnë një javë dhe marrin një rrogë simbolike, që është $46 në ditë, që është vërtet shaka. Prindrit që sjellin fëmijët në shkollë paguajnë $300 në vit. Do më thënë, këto janë gjëra shumë minimale, por kush ka mundësi paguan, do më thënë, edhe këto janë, do më thënë, që paguan mësueset, për shumë. Apo drita, uji, po t'i zësht tamam, do më thënë, është diçka që I love to have a second job, do më thënë, si i thonë Amerikanë, që bëj punën time, po bëj edhe këtej të marë, po nuk, do më thënë, nuk janë aty, nuk kemi para punës aty që të bëjmë profit, se është non-profit. Çdo njeri shkojmë atë që çdo njeri të bëj pjesën e vet sa mundet. Po, edhe domethënë duke parë këtë, kjo është që ideja ime domethënë që në fillim fare që janë futur me komunitetin, domethënë është diçka që siç kemi folur, domethënë që të bësh diçka më shumë se beson tek vetvetja, por me që ne jemi shqiptarë, do të jemi më të lidhur me të gjithë shqiptarët, që të bëjmë shumë për njëri tjetrin, që të ndihmojmë njëri tjetrin. Jo vetëm qof larg se ne kemi domthon për vakere gjëra, domthon paguajmë, po se mos bëjmë diçka të mira kur jemi gjallë, si thon fjalës. Një pyetje tjetër, ju keni thënë që keni organizuar, është vërtet 35 aktivitete të ndryshme. Ka pas vite, po. Çfarë lloj aktivitetesh janë këto? Që nga fillimi i vitit, nga janari, që ka patur gjatë janarit aktivitete për promovim librash. Vjen shkurti, festohet shpallja e pavarësisë së Dardanisë. Më thënë, bëhet mbrëmja, pak a shumë e ngjashme, siç u bën 25 vjetori i krijimit televizorit. Bëhet ceremonia 2 ditë të ndryshme e ngritjes flamurit në qendër të qytetit Filadelfias çdo vit, me praninë e përfaqësuesve të bashkisë local government. Vjen marsi, bëhet 7 marsi. Vjen prilli. Prillin mos gaboj një disi muaj letërsisë. Do thosha që me fëmijët e shkollës kemi vajtur edhe vizita, për shembull, në parku zoologjik. Jo mbyllja e shkollës, jo pikniku i verës, që bëhet ka 15-20 vite është bërë traditë. E bëjmë në një park të madh. Pikniku vjetor e quajmë ose pikniku i verës, që ftojmë gjithë antarët e komunitetit. Ka mundësi të vinë më shumë sepse ka shumë shqiptar. Fillon pastaj jo hapja e shkollës. Promovim librash rasti 7 në tetor. Vinë festat e flamurit. Në Ndori jemi çik të zen faktikisht. Kemi paradën që ka disa vjet bëhet në Northeast në veri lindjet Filadelfias. Komunitetet duke krijuar ato grupet, kuadratet e tyre, duke u veshur dhe me rroba tradicionale nga vendi i tyre kur vinë, dhe ne deri tani i kemi dhënë më shumë përparësi fëmijëve të shkollës, si t'i veshim me kostume popullore, por ka momenti që edhe të rriturit janë të mirëpritur sigurisht, po të vinë, po të bëhet edhe grup më i madh, duke veshur dhe parakalojnë në Frankfurt Avenue. E di këtë, po vitet e fundit kur e keni? Kjo zakonisht bëhet një weekend para Thanksgiving. Aha, okay. Pastaj vjen te festa e madhe, festa e flamurit e pavarësisë Shqipërisë. Mbrëmja, darka bëhet më vete. Ceremonia ngritjes flamurit në qendër qytetit prap bëhet më vete. Do thosha disa gjëra do shkoj gjatë vitit 2019 që ra tërmetin Shqipëri. Edhe shoqata jonë beri pesën e vetë, me sa mundësi që kishte. Ne i bëm apel, i bëm thirrje komunitetit, dhe me lekët që grumbulluan, ne ndërtuam 2 shtëpia në Ishëm.
Jo, 2 shtëpi janë ndërtuar. Ne, se antarët e komunitetit donin që lekët mos dorëzoheshin për agjensitë e qeverisë, ne kontaktuam pushtetin lokal, me builders që ishin atje, dhe u bën këto 2 shtëpia, ka vajtur përfaqësues të Këshillit Drejtues Shoqatës kur u bë inaugurimi i tyre që u dhan çelësat atyre 2 familje.